Në videon e mëparshme kishte disa komente në lidhje me faktin që nuk i ethën ndyrë gjelit para se ta vë për të pjekur. Shikoni tani t'ju tregoj diçka. Këtu jemi duke pjekur disa gjela, të cilët i kemi porcionuar para se t'i pjekim. Ja të shohim tani se çfarë bëhet brenda në tavë. Okej. Perfekt. Shikoni tani. Gjelin e kemi vënë për të pjekur vetëm me rreth 1 garush dhe ujë. Dhe i tërë lengu dhe i ndyra që shikoni në tavë janë lengu dhe i ndyra që ka lëshuar vetë gjeli. Shikoni? Shikoni sa lengë e sa i ndyrë ka? Shikoni, i ndyra në pjesën e sipërme të lugës edhe lengu poshtë. Pra, gjeli i detit është një ndër shpendët më me yndyrë që ekzistojnë. Dhe para se ta pjekim nuk ka nevojë për yndyrë, ka nevojë vetëm për fare pak ujë, krip dhe erza sipas dëshirës.